Historia që në tregoj sot ka ndodhur shumë e shumë kohë më parë. Imagjinoni një kohë të largët, ku kafshët mund të ecin me dy këmbë ashtu si njerëzit. Ashtu si ne, ata din të flasin, të gatuajnë, të këndojnë këngë, duke përfunduar deri te kërcimi. Fabula jon fillon kështu. Dëshiroj portokale të pjekura, ju lutem. Patjetër, menjëherë. Edhe sa gjëra të tjera du të blesh në tregun tim, zonjë. Me shumë siguri dhe ca të tjera, sepse është ditëlindja e nipërve dhe mbesave të mia. Kështu mendova të organizoja një festë të bukur për ta. Një ide e përkryer. Ja ku i keni portokallet tuaja. Këto e keni edhe për nipëri, dhe urojeni nga ana ime për ditëlindje. Sa i sjellshëm, pa merak se do t'ja them unë kur të shkoj. Miru pafshim. Ja pra, tani të gjitha janë gati. Ua, gjysh në sa aromë mirë. Sa bukur sot do të festojmë bashkë. Hi, shikoni janë fytyrat tona. Shkoni të lani duar që të hanim një herë fëmijë. Ti ka shumë e qere pas ka qarë shumë e shishme. Dua më shumë, majmë një copë të lutem. Sa e mirë, majmë edhe një copë tjetër me këtë dhuratë nga ka bërë sa më pëlqen. Dua edhe këtë. Nipat e mi të dashur. Më dëgjoni pak. Tani ju të treni rritur dhe kam menduar se ka ardhur koha që ju të largoheni nga kjo shtëpi. O thosht që ne të largohemi? Nga kjo shtëpi? E të mërshme. A nuk e dini se në çfarë moshe konsideroheni ju të rritur? Për këtë arsye duke filluar nga nesër, secili prej jush duhet të vazhdojë jetesën e tij në mënyrë të pavarur. Unë nuk dua të lëviz. Asun gjithashtu. Për të ndarë më vete duhet të largohemi nga kjo shtëpi apo jo? Po, duhet. Largimi juaj më trishton edhe mua, por herët ose vonë, por çdo djalë duhet të mësoj që të kujdeset për veten e tij. Mos harroni. Çfarë? Mos harroni t'i bëni syt katër që të jeni shumë të kujdesshëm, mbi të gjitha nga ujku i madh i keq. Gjyshja na tha se duhet të jemi të pavarur dhe të ecim përpara në jetë krejtësisht të vetëm. E po si t'ja bëjmë që të jemi të pavarur? Kam një ide. Çfarë pate? Na trembe keq fare. Të më falni, nuk doja. Opla. Unë e mora vendimin. Si fillim do të ndërtoj një shtëpi të vogël. Do të ndërtosh? Një shtëpi të vogël. Pikërisht, gjyshja na tha se ne duhet të ndahemi më vete dhe të bëhemi të pavarur në jetë, a nuk ju kujtohet fare? Sigurisht që po. Dhe vëllezërit e mi, kam dëgjuar që në këtë zonë endet një ujk shumë i keq këtu, kështu që kemi nevojë për një shtëpi të mirë për një vend ku të fusim kokën tonë. Një ide mirë. Dhe unë dua të ndërtoj një shtëpi. Po edhe unë. Duhet të bëjmë të mirën, t'i futemi punës. Po! Nga ky çast, rrugët për tre darkuca të ndanë, dhe secili nisi jetën e tyre të pavarur, siç tha gjyshja. Vëllai i vogël darkuc mendoi që ta ndërtonte shtëpinë e tij me kasht. Kështu bleu kasht. Të ndërtosh një shtëpi për kasht e nuk është as pak një shaka. Vëllai i dytë filloi të blinte druin bashkë me gozhda që të ndërtonte shtëpinë. Ma mungon një çekish dhe disa gozhda dhe quaje ta mbaruar. Ndërsa i treti më i vogli shkoi për të bler disa tulla.
Me këto tulla kam për të ndërtuar një shtëpi të mirë të fuqishme me tulla laç si të gjyshes time dhe asnjë gjë nuk do e shkatroj dot. Kështu, dërkusat filluan punën në mënyrën e tyre. Lëvizni, po vjen ujku! Lëvizni, shkojmë të gjithë bukën për tuaja, ujku është rëndësishëm nga pasami të gjithë. Me gjithë të ori që ka, mos mund të jetë ai që do ta unë, I e fiks në vendin e nduar, moj pule vogël, sepse kam atë vërtet shumë uri. Amici Shizho. E mbarova! E mbarova! Mund të them që shtëpia ime e vogël është ndërtuar për bukuri. E po jam kurioz të si e ka ndërtuar shtëpinë vëllezërit e mi gjithashtu. Pasiko, një dërkut i shëndosh ka që shishë. Në fund të fundit e pranoj që shtëpia ime do këtë dalur më e bukur se vëllezërve të mi. Dhe ja pra. Hej, përshëndetje dërkut simpatik. A me lejon të futëm në shtëpinë tënde të re të bukur? Ha? Po kush mund të jetë? I shkreti unë që nga ujku I madh. Mos u bëje pasjet që më dërkut si bukur. Por me lejo që të futëm brënda në shtëpinë tënde të bukur. Jo, ta harroj, sepse ti do më hash mua pasi të fus brenda në shtëpi. O hape deri më të mira, o sa ta odha në erë vetëm me një frym. Do të filloj numërimin deri në 3. 1, 2, 3. Mbarova, më në fund, unë e mbarova. Mund të them se ka shkuar me të vërtet shumë mirë puna ime dhe mendoj se shtëpia ime është më e bukur se ajo e vëllezërve të mi. Me sa duket që nga dita ime me fat, që janë duke me dalë gjëra përpara syve të mi. Sa mirë. Ej, dërkut, se di që je aty brënda. Më lërë që të futen brënda shtëpisë tënde. Kush është ky që po më thret? Ojo, ka ardhur ujku I keq, po tani çfarë duhet të bëj? More, dërkus, nuk do të më ftosh brënda shtëpisë tënde. Jam vizitori yt. Nuk e mendoj as të fus brënda ty, se ti do të më hash mua. Po nuk ma hapet tjerë, do ta hedh në erë me një frymë edhe shtëpinë tënde. Do të filloj numërimin deri në 3. 1, 2 dhe 3. La 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 la. La 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 la. Më në fund e mbarova. Më mund të them se ka dalur për bukuri. Bukur, si sot dhe fjale urt, nuk ka 2 pa 3. Kush është? Më falë dërkus për shqetësimi, por jam një udhëtar dhe kisha nevojë të futesha brenda shtëpisë tënde. Një udhëtar, bëj mirë të kontrolloj. Ua, por ai është ujku I keq. Këprise tjetër, por bën mirë dërkus të hapësh derën dhe të futen brenda shtëpisë tënde. Jo, nuk do të fus brenda, pasi e di shumë mirë që do të më hash, kështu që harroje. Keq për ty ure dërkus I shëndosh, sepse di shumë mirë dhe të hedh shtëpinë tënde në erë. Ashtu siç bëra me 2 të tjerët. Përgatitu. 1, 2, 3. Ha?
Çudi, por shtëpia është ende mirë. Do ta provoj edhe një herë tjetër. 1, 2, 3. Këtë herë nuk do të qëndroj dot. Duhet të vazhdoj. Nuk e di se çfarë më ndodhi, por nuk mund ta jetë dot në tokë. Më në fund, ujku nuk arriti do të hidhe në shtëpinë time të ndërtuar me tulla. Të ndërtosh një shtëpi me tullalaç paska që një ide mrekullueshme. E marrë e mira, po unë nuk dorëzohem kaq lehtë. Pa të shohim pak. Çfarë ideje? Derkuci, e di që njoh një fushë goxha të madhe që mund të rrisësh rrepa shumë të shijshëm. Me të vërtet e di se ku ndodhen? Po vërtet, madje sa herë mendoj më vjen në majtë gjuhës, ajo shije e mirë. Po ty të pëlqejnë rrepat apo jo? Ajo fusha është larg nga këtu? Nuk është shumë larg, është afër lumit të Zotit Smith. Mund të shkosh përtej lumit. Ke dëshirë të bashkohesh me mua? Mund të marr nesër në mëngjes. Mund të mbledhim rrepa bashkë, por nesër në darkë, si thua. Kështu që ne të dy do të kemi një vakt me të vërtetë të shijshëm. Në çfarë ore do kalosh kthej për të më marr? Ja ta mendoj, si mendon për në orën 6? Shumë bukur, por kërkoj që të jesh në orar, në rregull. Mos u shqetëso, do vi në orar. Çfarë trashaluqi, nuk e kupton ai që darka ime për nesër është pikërisht ai. Për çudi, dielli lindi në mëngjes. Dhe Derkuci u zgjua një orë para ujkut dhe doli jashtë për të mbledhur rrepa. Opa! Kështu mblodhi të gjithë rrepat para se ujku të mbërrinte. Mezi për 5 qaj Derkuci vogël të ma mbush mirë barkun, kur ta hapër dark. Jam unë, shoku im Derkuc, je gati? Yes, you are. Sigurisht, madje shkova tek fusha që mu udhëzove ti dhe kam mbledhur një mori të mirë me rrepa atje. More Derkuci ndyrë, ma pas ke hedhur. Jo, nuk do të heq dorë. Ta tregoj se çfarë është të gjë të bëj ujku i keq. Derkuc, e di që ka një pemë të jashtëzakonshme të bushur plot me mollë të mira. Me të vërtet? Ku është? Ndodhet pranë fermës së Mondit, ku është afër majës së Kodrës. Nëse më premton vërtet, do të kaloj nesër në mëngjes, fiks në orën 5. Ku kështu mund të shkojmë së bashku, si thua? Të nesërme në mëngjes, Derkuci Dinaku zgjua një orë para nga takimi që kishte lënë në ujkun. Kështu ai shkoi në pemë për të mbledhur një shport plot me mollë, para se ujku të kalonte për të thirrur Derkucin. Por ai mbërriti. O, i shkreti unë, ujku i keq ja doli të më gjej. Oh, miku im, e dija që do të vije para meje dhe mendova të të ndiqja, sepse vura re që nuk ishe në shtëpi kur të thira. Më thuaj, si janë mollët e kësaj peme? Po janë shumë të mira e të shijshme. Më bën qivi që e dëgjoj. O, sa e mirë. Mund të them që është madhështore. Nuk kam ngrënë kur si këto më parë. Çfarë? Kaq të mira që kanë këto? Po, janë shumë të shijshme. Si mendon të jap një? Sigurisht që do ta doja një. Pse nuk më hedh një? Ja ku e ke, je gati. Shko! Do ta marr. Gjak e dhjam. E mora. Ai Derkuc Dinaku ma hodhi edhe këtë herë. Por ujku nuk e pranonte humbjen. Ditën tjetër ai kalon sërish në shtëpinë e tij. Erdhi prap ky. Pse nuk më lë të qeti, more?
Sepse kam ardhur të të lajmëroj se sot pasdita bëhet tregu si për kodrës Dërkuc. Ke dëshirë që të shkosh bashkë me mua? Me shumë kënaqësi, në çfarë ore do të shkojmë? A vësh mbar për në orën 3? Dërkuci erdhi më herët në tret nga orari që kishte lënë me ujkun. Dola pak më herët për të bler gjërat që më duhen para se ujku të mbërri këtu. Çfarë po ndodh? Më ndihmoni! Ardhur ujku, duhet të nxitojmë një herë, jemi në rrezik shumë të madh. Bobo, çfarë të bëj? Ai po më kërkon mua. Duhet të gjej një zgjidhje. Kam një ide, më nevojiten vazot. I do për bar një jeshil apo jo? Çfarë bari jeshil thua, more? Më nevojitet urgjentisht. Merrem vetë me këto. Hodha të parën. Hej, ndalo! Çfarë je duke Edhe bërë një, djalosh? edhe kjo. Qetëso, zotrisja do t'i paguaj unë që të gjitha. Ma i Dërkuci trashalush, mendon se mund ngënjë si ti dojqevi, por sot më në fund kam për ta bërë suxhuk. Çfarë është duke ndodhur? Ja dola! Mos u shqetëso djalosh, po të jap edhe unë një dorë. Faleminderit zotëri. Ta tregoj të çfarë do të bëj. Jo, o i shkreti unë, më ndihmoni! Vazhdoni, hipni më shumë qypa! Ashtu ju lum, Kam lajme të këqija, se qypat janë thuajse duke mbaruar. Më ndihmoni, bëni diçka që të ndaloni këtë me njëherë. Ju lutem, më ndihmoni! Pas ka ca të tjera. Ju të gjithë që u tallet me mua, do ju fus në trezën time të gjithëve, të gjithë ashtu si qeni, do ta paguani të gjithë! Jemi në rrezik të madh të gjithë, o bobo! Ja ku jemi. Më shtyj fort të lutem. Dhe pse? Bëj si të them unë. E po në rregull. 1, 2, 3, shko! Akoma që nga një tjetër? O jo, përsëri! Ku ndodhem? Dërkuci mallkuar, për këtë herë ta harrosh se do të më shpëtosh. Sa arome e mirë. Mendoj se duhet ta lë pak më shumë. Më dëgjo mirë ti veshëroz. Më bëre kloën e cirkut para gjithë banorëve të fshatit. Këtë herë nuk ke shpëtim. Kam marrë që do të marr si ushqimin tim. Por si do t'ja bësh që të më marrësh mua? E kuptova, pra ujku po përpiqet të futet përmes orxhakut. Këtë herë nuk do të shpëtosh dot. Dhe kështu, në fund Dërkuci i vogël ja doli të fitonte kundrejt ujkut. Pas disa ditësh,
edhe vëllezërit e tjerë që ja kishte rrëzuar shtëpitë ujku, organizuan së bashku një festë për nder të dërkucit të vogël. Banorët e tjerë të fshatit po festonin po ashtu për rrezikun që kaloi, dhe nga ky çast tutje, 3 dërkucat jetuan të lumtur së bashku, në shtëpinë e tyre të vogël me tulla.